dallohen. Kush si mund të dallohen? Gabimet a janë të qëllimshme apo pa dieni, sipas teje që po thua? Si mund të dallohen? Po. Pyetje interesant, kjo si mund të dallohen, duhesh me pa nga ndeshja në ndeshje për situata të njëjta se në favor të kujt akordohet. Kjo mundesh marrë. A është kjo penalti për ty? Cila ta shoh? Riktheje Ricia? Pikërisht në ndeshjen finale të kupës. Është një prekje me dorë. Ky fillimisht është faul në sulm kë. Se gjatë një aksioni është gjithçka domethënë, kë ndërlidhet krejt. Betim Haçi Musa ndaj futbollistit, nuk e di cilë futbollist nuk po shihet bashmiri i vazhdoje filmin e të vazhdon filmi, regjia. Deri në fund, tash vije prekja me dorë. Nëse mund të quhet. A është faul në sulm? A është faul në sulm, a është penalti? Dgjoj. Para se me mri topi te pjesa defanzive, prapë njerë po tham nuk jam ekspert e referimit, para se me mri topi te pjesa kur lojtari kundërshtar tenton me largu topin, më duket se është Haxhi Musa i kapiteni. Po Haxhi Musa kapiteni. Është në ajër. Domethënë ai ka bosh shkputje parakoshme, para se me mri topi. Pastaj me inercion ai ka meron tok. Ai në tok ka meron, s'ka në ajër së rrena, po. Domethënë bjen tok edhe bjen mbi lojtarin kundërshtar. S'ka si tjetë kjo faul në sulm. Nuk është faul në sulm. Për mendimin tim jo. Qysh besë faul në sulm? Jo, sepse lojtari është i shkputur. Lojtari ti mund të shkputur edhe më shumë kry aty. Apo kupton domethënë? Po ti s'ke kontakt me të. Jo, më ti duhet me pas kontroll të hapësirës. Qysh kontroll të hapësirës? E ku merr kjo? Ky është faul, kështu 100% as i diskutohet që është faul. Jo, diskutohet. Jo, por me thënë as diskutohet ti jam as. Unë nisa fjalimin të thonë. Nuk diskutohet. Veç pak. Ky faul as nuk diskutohet. Unë thash nuk jam ekspert në referim. Nëse po merret se vështirë të fut me fillimin. Unë mendoj se ky është faul. Pse mendon që është faul? Pse e rrok lojtarin? Jo, veç pse me kurrë. Po, i mshon. Po mirë duhesh me sfigurë. Goditja nuk është e lehtë, blant. Veç pak. Shikoj ku ka përfunduar lojtari. Po Lorek, unë për çfarë po them bre se lojtari është në ajër. Mbrojtësi kundërshtar është i vendosur. Inercioni kur bjen ai në tokë, ku ka merr ai? Ka merr në tokë. Lorik. Unë mendoj në tokë, po ai turon duke rënë në tokë. Jo, nëse keni ndaj opsioni tjetër që ai duhet merr ku s'ka kundërshtar hiç, pe ajër, me zgjidh tokën ku merr se aeroplani që bjen në pistë. Atëherë tjetër. Tash me mor rasti kur zakonisht duhet të për tjerë. Çore, unë